تعلم على العلماء حتى تعرف الإسلام صحيحا. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, vëllezër të dashur. E falenderoj Allahun subhanahu wa ta'ala për realizimin e këtij seminarin dhe lut Allahun subhanahu wa ta'ala ta bëjë të bekuar dhe të dobishëm për të gjithë neve, dhe lut Allahun subhanahu wa ta'ala me na i përmirësu zemrat tona dhe veprat tona. Siç është në lajmërim, mësimi i parë do të jetë titulli ose tema e mësimit përgjithësia e nxënësit të dijes. Përgjithësia e nxënësit të dijes të Sheikhul Islamit, Sheikh bin Baz rahimahullah. Dhe kjo ka qenë të Sheikh bin Bazit ka qenë në esencë ligjërat, që pastaj është shtypur, është botu dhe është pjesë domethënë të librave të Sheikh bin Bazit rahimahullah, që ka folë domethënë rreth përgjithësisë së nxënësit të dijes. Dhe fakti se një njeri është nxënës dije, ai domethënë ka përgjithësi. Përgjithësia është në bazë domethënë pozitës që e ka, sepse ai nuk është si të tjerit, por pozita e tij është më e lartë, më e ngritur, dhe në bazë të saj pozitës që e ka edhe përgjithësi. Ka edhe përgjithësi. Në fillim Sheikh bin Bazi rahimahullah fol për dhuntit e Allahut subhanahu wa ta'ala të panumërta dhe mirësitë e Allahut subhanahu wa ta'ala që nuk kanë fund, dhe se Allahu subhanahu wa ta'ala është dhuruesi i dhuntive. Dhe thot Allahu ta'ala: "Wa ma bikum min ni'matin fa min Allah." Dhe çdo të mirë që e keni, ajo është prej Allahut. Dhe çdo të mirë që e posedoni, që e keni, ajo është prej Allahut. Dhe thot Allahu ta'ala: "Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha." Dhe po edhe nëse mundoheni ti numëroni dhuntitë e Allahut, nuk do të mund të arrini. Një gjë e tillë domethënë nuk mund të ti arrini. Prandaj domethënë e kemi për detyrë ta falenderojmë Allahun subhanahu wa ta'ala dhe po ashtu edhe ta lutim Allahun subhanahu wa ta'ala me na jashtu domethënë në mirësitë dhe dhuntitë. Thot Sheikh bin Baz rahimahullah, duke hyrë në temën e mësimit, tema është temë madhështore dhe përgjithësia po ashtu është madhështore. Dhe ajo dallon, përgjithësia e nxënësit të dijes dallon dallon në bazë të dijes dhe kompetencës që e posedon talebja. Do thonë bazë dijes dhe kompetencat që i ka nxënësi i dijes dallon edhe përgjithësia e tij. Fillimisht Sheikh bin Bazi rahimahullah përmend disa aspekte ku duhet me i dal talebja përgjithësisë ndaj atyre, dhe aspekti i parë, thot Sheikh ibn Bazi rahimahullah, është aspekti përgjithësia nga aspekti i vetvetes. Përgjithësia nga aspekti i vetvetes si individ. Ai talebja nxënës i dijes si individ. Dhe kjo thot Sheikh ibn Bazi rahimahullah, nga kjo lidhet me përgatitjen e tij
pregaditjen e tij për mësimdhënie, pregaditjen e tij për thirrje, dhe po ashtu edhe angazhimi i tij me dije dhe kërkimi për kuptim në fenë Allahut subhanahu wa taala, dhe po ashtu edhe përsëritja e dijes. Përsëritja domethënë e dijes. Dhe të gjitha këto pika që i përmendi këtu Shekh Ibn Bazi rahimahullah, angazhimi me dije, përsëritja e dijes, të gjitha ndërlidhen me çështjen e parë që talebja me përgatit vetveten e tij për mësimdhënie dhe ligjërim dhe thirrje. Se si do ai ta përgatis veten e tij për mësimdhënie dhe ligjërim dhe da'wa, thirrje, nëse ai nuk mëson, nuk hulumton, nuk bën përsëritje. Se është pjesa e talibul ilm, pjesa e kërkimit së dijes është përsëritja, me përsërit dijen. Se ne do shta kemi do njerë kuptimin e quim si dije, veç se nëse diçka mësojmë të re, jo edhe përsëritja. Edhe dietarët tanë, do më thonë, janë, do thonë të tillë, që e përsërisin dijen, her pas her. Dhe prej rrugëve më të mira të përsëritjes së dijes është përsëritja e librave. Dhe i shohim për shembull si autori i këtij shkrimit, Imam Ibn Bazi rahimahullah, që vjetra herë e ka shpjegu Kitabut Tauhid. Vjetra herë e ka shpjegu Kitabut Tauhid. Pse do të thonë se ka nevojë për përsëritje. Edhe i shohim do të thonë dietarët e tjerë, Usulu Sunnat Imam Ahmedit, libra tjera të rëndësishme të akidës dhe të menhexhit, her pas her do më thonë, ose Usulu Sita të Shekh Muhammed ibn Abdul Wahabit, ose Thalatha Usul, 3 parimet të Shekh Muhammed ibn Abdul Wahabit rahimullah, her pas her do më thonë, në për seminare, në për mësime, bëjnë përsëritje. Dhe tonë kjo ka do më thonë nevoj, që ti kështu në këtë mënyrë ta përgatitish veten tënde do më thonë për mësimdhënie dhe po ashtu edhe për thirrje. Thot Sheikh Ahmed Badkhin, dhe kjo është një sheikh jemeni, që e pyeta Sheikh Arafatin, para se do më thonë, to a thom juve, e pyeta sheikhun, e sheikhu tha, mirë është, mundeni me përfitu. Se ky sheikhu, sheikhi i Yemenit Ahmed Badkhin, e ka shpjegu këtë shkrim, këtë letër të Sheikh Bin Bazit rahimahullah, ka bo një shpjegim i shkurtër, po kogja i mirë dhe i dobishëm. Ai sheikhu thot se nuk mjafton për nxënës i dijes që ai t'i thot vetës talibul ilm, ose t'ja përshkruaj vetës dijen, por duhet ta përgatis veten që me pas dhe me u pajisur me kompetenca, që kështu do më thonë ai ka mundësi me i kuptu fjalat e dietarëve, me i kuptu edhe argumentet sheriatike, që kështu t'u përcjell pastaj edhe njerëzve. Që do të thotë, do më thonë, ti s'mundesh t'ja përcjellish njerëzve argumentet, qofshin ato ajete, ose hadithe, ose fjalë të selefit, nëse ti vetë nuk i ke kuptu ato. Do thonë që ti ta përcjellish një ardhjen, duhet vetë ta kuptojsh. Vetë do më thonë ta kuptojsh. Dhe po ashtu, thot Sheikh Ahmed Badkhin, se po ashtu do më thonë me pas njohuri rreth mendimeve të ndryshme dhe me pas njohuri për mendime të sakta. Kjo nuk ndodh nga dita e parë. Një gjë e tillë, do më thonë, këtë lloj bagazh nuk ndodh nga dita e parë. Por kur ai do më thonë i fillon hapat e kërkimit së dijes, atëherë duke bo sabër, duke kërku dije dhe kuptim në fenë Allahun subhanahu wa taala, me kalimin e kohës do më thonë fillon me pas kompetencë që me dallu cili mendim është i sakt dhe cili mendim është i dobët, kush i ka argumentet më të forta e kush nuk i ka. Kjo shkallë patjetër do më thonë arrihet vetëm se me durim, me duru në këtë rrugë dhe me shtrengu veten. Kjo shkallë është shkallë e lartë, që nuk vjen do më thonë brenda natës, nuk realizohet do më thonë
brenda natës, por patjetër domethënë duhet me u mundu shumë, sepse thotë Shekh Ibn Bazi rahimahullah se nxënësi i dijes ka nevojë të madhe me pas bagazh të madh rreth argumenteve sheriatike. Dhe po ashtu edhe njohuri rreth fjalëve të dietarëve. Sepse thotë Shekh Ibn Bazi rahimahullah, sepse thjesht me qenë pasues i verbër, këtë mundet ta bëjnë çdo kush. Dhe thotë Shekh Ibn Bazi rahimahullah se ka thënë Imam Ebu Amr ibn Abdul Barr, Imam ibn Abdul Barr rahimahullah ka thënë se dietarët janë të unifikuar, se pasuesi i verbër nuk llogaritet prej dietarëve. Ti je dikush pasuesi i verbër, nuk mund asnjëherë me arrit gradën domethënë e dietarëve. Prandaj domethënë nxënësi i dijes ka përgjegjësi e madhe që duhet t'i kushtojnë çështjes së argumenteve, kuptimi i argumenteve, angazhimi i tij domethënë në lidhje me argumentet. Po ashtu, pjesë e kësaj përgjegjësisë, thotë Shekh Ibn Bazi rahimahullah, është që ai të ketë lidhje të fuqishme me fjalët të dietarëve. Me pas lidhje të fuqishme rreth njohurisë së fjalëve të dietarëve. Pse? Sepse dietarët janë ata që ta përafrojnë dijen, ose ta afrojnë dijen, ta bëjnë të lehtë që ta kuptojsh, dhe ta përmbledhin, dhe ta rregullojnë dhe ta sistemojnë. Do thonë dietari është ai i cili domethënë ta shkurton, ta përmbledh dijen. Prandaj nxënësi i dijes duhet me pas lidhje të fuqishme në njohurinë e tij në lidhje me fjalët e dietarëve. Pse? Se ato fjalët e dietarëve do thonë ta afrojnë, ta bëjnë ma lehtë dijen që ti ta kuptojsh dhe ta sistemojnë me rregullat që vijnë dietarët, që ato rregulla i kanë nxjerr ato nga libri Allahu subhanahu wa taala dhe suneti pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, bazë të atyre rregullave ta sistemojnë dijen ty. E ne ta bëjnë më të lehtë që ti ta kuptojsh dhe ta perceptojsh. Dhe thot Sheikh Ahmed Badkhin hafidhahullah se ai i cili e tregon veten se s'ka nevojë për fjalët e dietarëve, do thonë shfaq një lloj pavarësi ndaj dietarëve. Thot s'kam nevojë për dietarët, unë i lexoj vetë librat. Edhe këtë kemi dëgjuar. Kur u themi hajdeni me të dietarët, thonë ne i lexojmë tash librat e Ibn Taymiyas, i lexojmë librat e Ibn Qayyimit, i lexojmë librat e Imam Ahmedit. Shiko çka thot. Ai i cili domethënë shfaqet i panevojshëm ndaj fjalëve të dietarëve bashkohor është qëllimi këtu, dietarët bashkohor. Ai i cili shfaq një lloj pavarësi, ai vjen në shumica e rasteve me çështje të çuditshme dhe me parregullsi në rrugën e tij dhe davetin e tij dhe qëndrimet e tij. Do thonë vjen me çështje të çuditshme dhe me parregullsi në rrugën e tij, në davetin e tij dhe në qëndrimet e tij. Do thonë ka domethënë parregullsi, ka paqartësi. Edhe prandaj donjëherë habitemi, jo po si ndryshoj kështu, ishte ndryshe, jo. Për shkakut se kur largohet njeriu prej fjalëve të dietarëve dhe shpjegimet të tyre, atëherë vijnë si pasojë të asaj këto parregullsi dhe këto pasoja të rënda. Edhe më kujtohet këtu në këtë kontekst fjala e Sheikh Rabis hafidhahullah, ku thotë se një orë me mësu me një dietar, ndoshta ja kalon ti dikujt që 7-8 vite mëson vetë prej librave. Ti do thonë një orë me dietarin, ai t'jep aq shumë sa që ti nëse 7 vite, 8 vite vetë mëson nuk e arrin atë. Sepse kjo është ai domethënë dietari ta përmbledh, ta bën të gatshme dijen. Ti vetëm ta marrësh, ta perceptojsh edhe ta zbatojsh. Një orë
me djetarin, do më thonë në sa 7-8 vite të mësojsh vetë. Edhe kjo ka të bëjnë po ashtu edhe lidhja të fuqishme rreth fjalëve të djetarve, që ti kështu do më thonë me fjalët e djetarve ti lidhish njerëzit me djetarët. Kur je përgjigje për çështjet fetare, i tregon do më thonë përgjigjet e djetarve. Dhe në këtë mënyrë i lidhin njerëzit me djetarët. Edhe po ashtu në këtë kontekst më kujtohet fjala e Sheikh Abadit, hafidhahullah, ku thot Sheikh Abad hafidhahullah se roli ose detyra e nxënësit të dijes është si postier me qenë. Postier, ai postieri çka bën? E merr postën prej këtu e çon në akon tjetër. Edhe ai, nxënësi i dijes e merr prej dietarëve dhe ja çon xhamatit, ja transmeton xhamatit. Ja transmeton, do më thonë, kama kur ndodh kjo, kur ai ka njohuri rreth fjalëve të dietarëve, i njeh, do më thonë, fjalët e dietarëve. Atëherë mundsohet atit që ai, do më thonë, që ai me i lidh njerëzit me dietarët dhe në këtë mënyrë, do më thonë, edhe me u lehtësu atyrve dijen dhe kuptimin e dijes. Kjo është, do më thonë, sa i përket pikës së parë. Një aspekt për aspekteve të përgjithësisë që e ka talebja është, do më thonë, çështja individuale, çështja e përgatitjes, çështja e mësimit, çështja e ligjerimit e kështu me radhë. Pastaj pika e dytë që përmend këtu Sheikh Ibn Bazi rahimahullah, përgjithësia e nxënësit i dijes nga aspekti i sinqeritetit të plot ndaj Allahut dhe ndjenja e mbikëqyrjes së Allahut ndaj tij. Dhe me qenë synimi i ti arritja e kënaqësisë Allahu subhanahu wa ta'ala. Arritja e kënaqësisë Allahu subhanahu wa ta'ala dhe t'u sjell njerëzve dobi. E asesi jo me qenë qëllimi i ti pasuri ose do një dobi të dunjas. Ai nuk sinon me dijen që e kërkon as syfaqësi, as pozit. Por synimi i tij është arritja e kënaqësisë Allahu subhanahu wa ta'ala. Dhe pastaj, sipas mundësive dhe kompetencave t'u sjell njerëzve dobi. T'u sjell njerëzve, do më thonë, në dobi. Do më thonë, thot Sheikh Ibn Baz rahimahullah, që me qenë talebja në qartësi dhe sigurit të plot rreth asaj që e thot, dhe rreth asaj që je përgjigje njerëzve, dhe rreth punëve, do më thonë, që i bën. Këtu përmisimi i niyetit është, do më thonë, kanë thonë dietarët, qëllimi është këtu, do më thonë, kur folin dietarët përmisimi i niyetit, islah e niyya, me përmisu niyetin, kanë thonë dietarët për qëllim është këtu, do më thonë, largimi i ignorancës prej vetvetes dhe prej të tjerëve. Do thonë që ti me kërkimin e dijes të sinojsh ta largojsh ignorancën. Do thonë kjo është synimi, do më thonë, parimor, që duhet me pas talebja, me kërkimin e dijes. Jo pozit, jo fam, jo syfaqësi, jo pare. Se ka njerëz, do më thonë, e bojnë për pare. E bojnë për çështjeve të dunjas. Jo, talebja, do më thonë, duhet për të gjitha këto gjërave ta pastrojnë vetveten dhe ta luftojnë veten e tij. Që ti jetë njeti i tij i pastër. Dhe të jetë synimi i tij me pastru veten dhe ta largojnë prej vetvetes ignorancën. Që ai kështu, do më thonë, me adhuru Allahun subhanahu wa ta'ala me siguri të plot. Që kështu, do më thonë, të jetë adhurimi i tij, do më thonë, i ndërtuar mbi sigurisë. Edhe u kujtohet se dhe është përmendur thot që këtu Sheikh Ahmed Badkhin hafidhahullah se ka njerëz që kërkojnë dije dhe synimi i tyre është pozit në mesin e njerëzve, udhëheqje.
selefët e kanë quajtur këtë lloj sinim në kërkimin e dijes e shahwatul khafiyya, epshi i fshehur. Epshi i fshehur është thell i fshehur në zemrën e njeriut. Qaj sinon do më thonë me dijen që e kërkon me marë pozit dhe udhëheqje në mesin e njerëzve. Dhe u kujtohet të kitabu Tauhid prej kapitujve që i ka sjell autori Sheikh Muhammed ibn Abdul Wahhab rahimahullah është kapitulli Bab ad-du'a ila shahadati an la ilaha illa Allah. Kapitulli thirrja drejt dëshmisë se nuk ka të adhuruar me të drejtë përveç Allahut subhanahu wa taala. Kjo është kapitull, një prej kapitujt e para. Kapitulli 5 i 6 aty parafërsisht është domethënë ky kapitull. Kapitulli thirrja drejt dëshmisë se nuk ka të adhuruar të drejtë përveç Allahut subhanahu wa taala. U kujtohet te kitabu Tauhid se Sheikh Muhammed Abdul Wahhab rahimahullah në fund të çdo kapitullit i ka sjell ato meselet përmbledhëse, ato mesail. Ato janë domethënë si lloj përmbledhje për çdo kapitullit. Te ky kapitull Sheikh Muhammed ibn Abdul Wahhab rahimahullah në fund te meselet ka thënë se brenda kapitullit e ka prej argumenteve që i ka përmend në lidhje me këtë kapitull është fjala e Allahut subhanahu wa taala ad'u ila Allah. Unë thras për te Allahu. Ad'u ila Allah. Këtu thot Sheikh Muhammed ibn Abdul Wahhab rahimahullah, kjo përmban ad'u ila Allah që tërheqje vrejtjes për ikhlas. Për ikhlas, që këtu do më thonë, ad'u ila Allah, jo ila nefsi, jo për pozit, jo për fam, jo për pare, jo për dunja, jo. Ad'u ila Allah. Unë e thras për te Allahun. Kjo përmban do më thonë këtu, sinceritet i plot. Sepse thot Sheikh Muhammed ibn Abdul Wahhab rahimahullah. Sepse li enna kathiran minan nas. Ka shumë për njerëzve. Edhe pse thrasin me hakun, ata në realitet thrasin për tek vetvetja. Do më thonë, ai thret për në sunnet, thot kthehuni te dietarët, kthehuni kështu. Kret në rregull, fjalët janë në rregull. Nijeti e ka, ai don me i lidh njerëzin me vetën e tij. Ku shihet këto shenja që ai edhe pse është e fol të vërtetën, fjalë të sakta, por njeti i prishur, ku shihet? Ka shenja. Prej shenjave është që synimi i tij mos me arrit vërtetat e njerëzit për vetëm se nëpërmjet rrugës së tij. Kjo është shumë domethënë shumë djeshmëri kërkon kjo, dhe shikoni se si mundet shejtani të fut këtë lloj prishjes së njetit. Domethënë ai thot domethënë të vërtetën, argumenton me ajete, argumenton me hadise, argumenton me fjalë të selefit, me fjalë të imamllarët të sotshëm. Ama synimi i tij është që ai nuk do ato informacione, ajo dije të arrin ke njerëzit për vetëm se nëpërmjet rrugës së tij. Kjo është prej shenjave që ai në realitet hyn te pjesa që i thret njerëzit te vetvetja. Dhe thot po ashtu se ai nuk sinon udhëzimin e njerëzve për vetëm se nëpërmjet atit. Do thonë të udhëzohen njerëzit, po, ama ai ti e shkaku, jo tjerit. Jo tjerit me pas vlerë dhe fadël. Po e gjitha e vlera dhe mirësia ti kthehet atit. Kjo është më thonë të hinë të kjo e shahwatun khafiyya. Kjo është më thonë në epshi i fshehur, që mundet do më thonë me të aprish ibadetin. Barakallahu fikum. Edhe thot, po ashtu Sheikh Ibn Baz rahimahullah, në lidhje me këtë pikën e dytë, rreth ikhlasit dhe mbikëqyrjes, thot se talebja nuk i takon talebës
që t'jetë neglizhent në zbatimin e fesë, sepse njerëzit e ndjekin atë, ja ndjekin domethënë sjelljet dhe veprat. Se njerëzit e marrin si shembulltyr. Kur shohin domethënë sjelljen e tij, moralin e tij, veprat e tij, ata e ndjekin. Domethënë ka përgjithësi. Ka domethënë për përgjithësi. Po ashtu thot Shekh Ibn Baz rahimahullah se detyra e talebës, njëna prej detyrave së talebës është domethënë që ai domethënë me pas lidhje me Allahun subhanahu wa taala në kuptimin e zbatimit të urdhrave të Allahut subhanahu wa taala dhe largimi prej ndalesave. Duke bërë një gjë e tillë domethënë me sinqeritet ose përkushtim të plot. Duke kërkuar domethënë këtë rrugë, që ai me zbatu ato ibadetet, duke hulumtu domethënë në hollësi, që t'jetë domethënë në qartësi dhe siguri rreth ibadeteve që është tu i vepru. Domethënë nuk është ai vetëm vepron diçka, sepse e tha Shekh Ibn Baz rahimullah, njerëzit e ndjekin dhe shikojnë veprat e tij. Prandaj ai duhet me pas kujdes. Dhe kur vepron, thot Shekh Ibn Baz rahimullah, kur vepron diçka, vepron me siguri. Kur thret me siguri. Kur urdhëron me siguri. Kur ndalon me siguri. Sepse Allahu Ta'ala ka thënë, do të thuaj o Muhammed, qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basira. Thuaj, kjo është rruga ime, unë thras të Allahu me fakte të qarta. Thuaj, kjo është rruga ime, unë thras të Allahu me fakte të qarta dhe ala basira, me fakte të qarta, thot Shekh Ibn Baz rahimullah, është për qëllim, domethënë shpjegimi i kësaj pjesë të ajetit është domethënë el ilm. Domethënë unë thras për të Allahu me dije. Me dije dhe me, si ka thënë edhe Shekh Ali Nasr el Faqih rahimahullah, edhe el fahm, domethënë me kuptim. Me dije dhe kuptim. Me dije domethënë dhe kuptim. Prandaj thot Shekh Ibn Baz rahimahullah se talebja duhet me pas domethënë në dije dhe kuptim dhe siguri. Për ndryshe nuk llogaritet për njerëzit të dijes. Dhe dobia e tij, thot Shekh Ibn Baz rahimullah, do jetë domethënë dobi e mangët. Nëse ai nuk është ala basira, nuk ka dije dhe nuk ka kuptim, dobia e tij është e mangët. Sepse nuk themi se ai nuk kupon dobi njerëzve, ose nuk u sjell me diçka që ka memorizu, me diçka që ja ka thënë dikush ai e transmeton, ai do të u sjell dobi. Ama ajo dobia reale dhe e vërtet ndodh, thot Shekh Ibn Baz rahimullah, dhe është e ndërlidhur, do thonë dobia reale dhe e vërtet është e ndërlidhur, thot Shekh Ibn Baz rahimullah, me sinqeritetin dhe përkushtimin e tij. Dhe sasia e dijes që e ka. Do thonë sinqeriteti, përkushtimi dhe sasia ose bagazhi i dijes që e posedon. Që e posedon. Do thonë me qenë i sinqert në kërkimin e dijes. Me qenë i sinqert do të thonë në thirrjen e tij. Me qenë i sinqert në mësimin, në mësimdhënien e tij, që njerëzit do të thonë t'u mundsojnë njerëzve ta kuptojnë fenë Allahu subhanahu wa taala në mënyrë më të saktë. Dhe nëse ai synon këtu që njerëzit mos me e kuptu fenë e Allahu subhanahu wa taala për vetëm se nëpërmjet të atit, atëherë ky njeri do të thonë fa hadha laysa bisadiq. Ky njeri nuk është i sinqert. Nëse synimi i tij është do të thonë që vetëm nëpërmjet atit të arritet e vërteta, atëherë ky njeri do të thonë nuk e ka niyetin e tij, nuk është i pastër. Nuk është i sinqert. Pastaj pika e tretë që përmend tu Shekh Ibn Baz rahimahullah
thot shehu, përgjithësia e tij nga aspekti i përcjelljes dhe mësimdhënies. Sa i ka domethënë këtu përgjithësi e madhe rreth përcjelljes së dijes dhe mësimdhënies. Dhe thot Shekh Ibn Bazi rahimahullah se dietarët janë trashëgimtarët e profetëve, i kanë trashëguar profetët në përcjelljen dhe mësimdhënien e kësaj fesë. Ne kemi dëgjuar të gjithë hadithin ku thot pejgamberi alayhi salatu wassalam el ulama warathatul anbiya, dietarët janë trashëgimtarët e profetëve. Në çfarë kuptim janë trashëgimtarë të profetëve dietarët? Në aspektin dhe kuptimin e përcjelljes së mesazhit, do të thonë Kuranit dhe Sunetit, dhe ligjerimit. Këtu janë trashëgimtarë. Dhe nuk janë trashëgimtarë në mosgabueshmërinë dhe shpalljen që u ka ardhur pejgamberëve. Do të thonë dietarët nuk janë të pagabueshëm. Dhe dietarëve nuk u vjen shpallje. Pejgamberëve u ka ardhur shpallje. Pejgamberët janë të pagabueshëm në përcjelljen e mesazhit. Kurse dietarët u ndodh gabim. Ndodh domethënë që me gabu dietari. Dhe atit nuk i vjen shpallje. Do të thonë çfarë kuptim janë ato trashëgimtarë atëherë? Trashëgimtar në përcjelljen e fesë Allahu subhanahu wa taala te njerëzit. Me u mësu njerëzve fenë Allahu subhanahu wa taala. Në këtë kuptim domethënë janë ata trashëgimtar të profetëve. Janë trashëgimtar domethënë të profetëve. Dhe ata janë, thot Shekh Ibn Bazi rahimahullah, dietarët janë prijesit dhe udhërrëfyesit e ummetit. Dhe ata në shkaqe prej shkaqeve të lumturisë së tyre dhe shpëtimit së tyre. Në kthimi te dietarët, është shkak prej shkaqeve të lumturisë dhe shpëtimit. Sepse ato dietarët e kanë marrë pozitën e pejgamberëve, e profetëve. Do thonë pozitën e pejgamberëve në kuptimin e përcjelljes dhe mësimdhënies dhe ligjerimit të fesë. Kjo është domethënë për qëllim çështja e marrja e pozitës ose trashëgimi të profetëve. Dhe të çështja e realizimit të dobisë nga ana e talebës të njerëzit, realizimi real dhe i vërtet nga nxënësi i dijes realizohet me 3 pika: sinqeriteti dhe përkushtimi, pika e dytë dija e madhe dhe kuptimi i saj, me pas do të thonë jo vetëm dije, jo vetëm memorizim, po edhe kuptim, dhe durim dhe përqëndrim. Durim dhe përqëndrim. Pse durim dhe përqëndrim? Do të thonë es-sabr wal musabara. Ka përmend këtu Shekh Ibn Baz rahimullah me pas në këtë rrugë sabër dhe me pas musabara. Dhe shihni edhe nga aspekti gjuhësor, sabër, musabara janë të përafërta. Po me musabara e ka për qëllim Shekh Ibn Baz rahimullah sikur se don me na tregu se në këtë rrugë që ti ke nis dhe ke shumë përgjegjësi të madhe, ka shkaqe që do mundohen me të largu ty prej kësaj rruge. Do kesh domethënë pengesa nga ana e njerëzve, nga ana e dunjas, nga ana e punës, e familjes, do kesh pengesa në këtë rrugë. Prandaj duhet me bo musabara. Edhe vetë nefsi, ammaratun bisun, nefsi do më thonë e urdhëron njeriun për të keqe dhe për dembelizëm dhe neglizhencë. Atëherë duhet ti do më thonë nefsin tënd ta qetësojsh dhe t'japish kurajon këtë rrugë për përqëndrim. Se përndryshe po u dorëzova, atëherë nuk e arrin do më thonë rrugën. Nuk arrin do më thonë fund rrugës. Do mbesish. Prandaj e sabër wal musabara në këtë rrugë.
Dhe thot Shekh Ibn Baz rahimahullah se detyra, vagjipi i nxënësve të dijes është e madhe. Është e madhe dhe dietarëve po ashtu. Ajo është edhe më e madhe. Por edhe rreziku që i rrethon ata është shumë i madh, që me deviju, me rrshit. Edhe domethënë detyra ose përgjegjësia që e kanë ata është e madhe, po edhe rreziqet që i rrethojnë ata janë po ashtu të madhe. Janë po ashtu domethënë të madhe. Prandaj domethënë duhet, sepse ata e kanë mbi supet e tyre ummetin. Ata e kanë domethënë mbi supet e tyre ummetin. Sepse domethënë detyra ose përgjegjësia e tyre është e madhe nga aspekti në përcjelljen e dijes profetike. Se ti tash një gjë që do ta kuptojsh, a është ajo domethënë çfarë vlerë ka ai mesazh, ajo letra që ti do ta përcjellish, është ose bazohet te dërguesi. Nëse dërgon ndonjë kryetar të shtetit, atëra ajo letër do thonë është me rëndësi, edhe kujdesin njerëzit, se si ta çojnë te vendi ku duhet. E tash ti këtu domethënë ti e përcjell domethënë fenë e Allahut subhanahu wa taala, që e kanë sjell pejgambert. Dhe prandaj është përgjegjësia shumë e madhe. Po edhe rreziqet janë shumë domethënë të madhe. Sepse devijimi i një dietarit është devijimi i një popullit. Tërë populli domethënë mundet me deviju shkakut të një dietarit, të rrshitjes dhe devimit së tij. Edhe ne e kena pa domethënë fitnet e Ibn Hadit ose Ali Halebi e ndryshme. Domethënë shkaku i disa njerëzve kanë marrë në qafë ato 10 mijë domethënë në selefi në tërë botën. Shkaku i një njeriu domethënë. Prandaj është rreziqet edhe përgjegjësia është domethënë shumë e madhe. Pastaj Shekh Ibn Baz rahimahullah përmend këtu rrugët e përcjelljes së fesë Allahu subhanahu wa taala. Thotë Shekh Ibn Baz rahimahullah se rrugët sot janë të lehtësuara dhe të shumta, si ato që mundet njeriu me i lexu, ose me i dëgju, ose me i pa. Do thonë me i dëgju në radio, me i pa në televizor. Dhe këto mjete, thotë Shekh Ibn Baz, edhe duhet ta kemi parasysh se Shekh Ibn Baz rahimahullah këto fjalë para 30 vite i ka thënë. E më shumë ndoshta. Do thonë atëherë si ka qenë këto çështjet rrjetet sociale, e si janë të zhvilluara sot, në ditën e sotshme. Janë shumë më shumë të zhvilluara. Shekh Ibn Baz rahimahullah tu fol për kohën e tij, thotë domethënë janë të shumta, janë të shtuara dhe të lehtësuara ato rrugë e leximit, e dëgjimit dhe të shikimit domethënë. Dhe kanë ndikim të madh në udhëzimin e njerëzve me lenë Allahu subhanahu wa taala, por po ashtu edhe në devimin e tyre. Do thonë me këto rrugë, me radio, me televizor, me kaseta, me libra, me përkthime, prandaj vendos ti tash si nxënës dije, prej cila palës don me qenë. Don prej palës ti që është shkak që me udhëzu njerëzit dhe të kesh probleme dhe për udhëzimin e tyre, se ke qenë sebeb dhe shkak, ose don të jesh shkak për devimin e njerëzve që ti morrish në qafë ato dhe të kesh përgjegjësi para Allahu subhanahu wa taala në ditën e gjykimit. Duhet vendosish. Dhe njeriu i mençur, nga cila palë don me qenë? Nga pala domethënë që merr shpërblime. Jo nga pala që me merr domethënë përgjegjësinë e atyre të tjerëve që i ke deviju. Prandaj do thonë këto kanë ndikim të madh, thotë Shekh Ibn Baz rahimahullah. Si në orientimin e njerëzve ka e mira, po ashtu edhe orientimin e njerëzve ka e keqja.
ose mi orientu ka hemira që mi përmisu, ose me i shkatru. Prandaj vendos ti domethënë nga cila palë do të jesh. Pa dyshim domethënë se njeriu i mençur vendos domethënë të jetë nga pala e atyre që i orienton ka hemira dhe i paralajmëron dhe i parandalon nga e keqja. Thotë Shekh Ibn Bazi rahimahullah, rrugët janë të shtuara. Rrugët janë të shtuara dhe të lehtësuara, por kemi një fatalitet të madh. Thotë Shekh Ibn Bazi rahimahullah, kemi një fatalitet të madh, një problem të madh. Ky problem është dopsia e talebes. Rrugët janë shtuma, por ideali i lartë i talebeve është zbeh, është dopsu. Te selefët, ndoshta nuk i kishin ato gjithë këto rrugë, me radio, me audio, jo, ama idealin e kishin të lartë dhe shkojshin, domethënë, prej një vend në vend tjetër në kam. Abu Zura Razi rahimullah thot, kur unë nisa prej në shtëpis, i numërova 7.000 kilometrat e para në kam. Pastaj mas 7.000 kilometrat nuk i numërojsha më kilometrat, sa ku mec. Thëm kam. Imam Ahmedi rahimullah prej Baghdadit me Yahya ibn Ma'inin rahimullah deri në Irak te Abdurrazak as-San'ani, shkoj atje, i raskapiti këmbët, i qajti këmbët, u lof vetëm për një hadith. Vetëm për një hadith. Sot ne do më thoni kemi mundësit edhe me shku të djetarët. Sot prej këtu, konkretisht nga Belgjika me shku në Medina. Me aeroplan, dosha brenda ditës arim në Medina. Është ashtu, brenda 24 orë, je në Medina. Paramendon kohën e selefit prej këtu me shku në Medina. Gjys vjetë dështë. Prej Maghrib el Arabi, do thonë nga Maroko, ato vendet, kanë dash me shku deri në Medina, asaj kohë, gjys vjetë. Prej këtu paramendon, do thonë dësha një vjetë rrugë. Ama Shekh bin Baz rahimahullah çka thot, ne kemi një problem tjetër tash. Megjithëse që janë rrugë të shtuara, mundësit, radio, televizor, edhe kjo do të thonë kur jemi tash këtu te televizori, mar'iyatun, thot Shekh bin Baz, çka thot kjo do të kupton se Shekh bin Baz e shikon të lejume çështjen e televizis. Se kjo aludon, do më thonë, që Shekhu pse e përmend, si mundësi të davetit. Se këtu Shekhu fol mundësi të davetit. Prej mundësive të davetit, thot leximi, shkrimi, do më thonë revista, libra. Prej këtyrve mesmua e dëgjume, me radio, me kaseta. Dhe mar'iyatu, do më thonë që shikohet. Ku shikohet televizor, asaj koha. Që e ka pa Shekh bin Baz rahimahullah, do thonë mundësi prej mundësive për davet televizorin. Por thot që kemi një problem të madh, një fatalitet që na ka kapluar. Ajo është, do thonë, dopsia e talebeve dhe aktivitetet të tyre të pakta dhe largimi prej dijes dhe mos përkushtimi rëndësia asaj. Dhe mos përkushtimi rëndësia, do më thonë, në dijes. Edhe thot që Ibn Baz rahimullah, kjo është, do më thonë, musibatun udhma. Është, do më thonë, problem ose fatalitet i madh. Edhe këtu e përmend fjalën Allahu subhanahu wa taala për nxitje për neve, ku thot Allahu taala për nxitje për davet, thot Allahu taala wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allahi wa amila salihan wa qala innani minal muslimin. E kush thot fjalë më të mira se ai që thret në rrugën e Allahut, që bën vepra të mira dhe që thot, unë jam prej muslimanëve. Thot Shekh Ibn Bazi, falejse fil vujudi men hua ahsen qawlan min haula. Thot, nuk ka në tokë ose në botë që e thot fjallën më të mirë se prej këtyrve njerëzve, që argumentojnë, do më thonë, dhe thrasin në rrugën Allahu subhanahu wa taala me dije prej Kur'anit dhe sunetit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe thot Shekh Ibn Baz rahimahullah, çdo herë kur shtohet dija dhe plotësohet takfalloku dhe shtohet edhe frika për Allahu subhanahu wa taala dhe ikhlasi,
kur shtohet dia, shtohet frika, shtohet takfalloku, shtohet ikhlasi, këtu bëhet sara naf'u akthar, dobia e atit që i posedon këta, dobia e atit është shumë më e madhe. Do thonë dobia është që pra blidhet me çështjen e ikhlasit, me çështjen e takfallokut. Edhe kjo ka qenë në Medinë, në Universitetin Islamik, domethënë e kanë praktikuar të gjithë profesorat gati. Mësimi i parë në fillim të semestrit nuk e kanë filluar me ligjerim të plan programit, por është përdor ligjerata e parë ose mësimi i parë ose ora e parë si një lloj përkujtim, një lloj këshill, se ti fillon semestrin tash, edhe ai vjen ta kujton ty ikhlasin, përkushtimin, ja talibul ilm, o ti që ke lënë vendin tënd, o ti që ke udhëtu gjithë këto kilometra, i ke lënë prindrit, i ke lënë dosha familjen, fëmijët, gruan. Ndoshta ka ndryshuar në jetë yt gjatë qëndrimit në Medinë, shkaku i shoqërisë, shkaku i orizit, shkaku i pulës që ti sjellin njerëzit e bidatit, po ata vinë kështu domethënë, mundohen, atëherë ta përkujton përkushtimin domethënë, sinqeritetin. Bëhu domethënë i sinqert. Se ne kena pa shumë domethënë prej vëllezërve, ata vinë në fillim janë shumë të sinqert. Edhe duke domethënë është e dukshme. Janë zellshëm, edhe forma se si folin, se si sillen, domethënë shfaqen janë shenja të sinqeritetit. Ama kur ta shofish në gjysmë vjet, një vjet, është lidh me filanin, është lidh me fistekun, ky i ka shlu lek, ky e ka ndihmu aty, ky çetria ka blet kerin ndoshta, në kur ta shofish, ai pulsi i rah aty ose rahjet e zemra si ka domethënë ku me gjetë burime dhe mat mira se këta që ku me gjetë deri tash. Do thonë, shughluhu shaghil, do thonë, angazhimet e ti nuk janë më dia dhe sinceriteti dhe takfalloku, që tjetë pasaj dhe maj dobishëm për të tjerit. Jo, puna e tit, angazhimi e tit është me gjetë, do më thonë, burime, që me ishtu sa ma shumë burimet. Kjo është realiteti, barakallahu këtë shumë. Prandaj, duhet me pas, do më thonë, shumë kujdes. Dhe në anën tjetër, thot Shekh Ibn Bazi rahimahullah, kur dobësohet takfalloku, dobësohet dia, dobësohet frika për Allahu subhanahu wa ta'ala, dhe njeriu angazhohet me çështjeve të dunjas dhe të epsheve, atëherë do më thonë dobia e tij paksohet. Dobia e tij paksohet, si pasojë të këtyre gjërave. Dobësia e takfallokut, dobësia e frikës dhe Allahu subhanahu wa ta'ala, kështu me radhë, angazhimi me çështjeve të epsheve, atëherë dobësia e tij do më thonë paksohet. Kur shtohet? Kur shtohet takfalloku, kur shtohet dia, kur shtohet frikë respekti për Allahu subhanahu wa ta'ala. Sepse thot Allahu subhanahu wa ta'ala, qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani. Thua, kjo është rruga ime, unë e thras te Allahu me fakte të qarta, unë dhe kush më ndjek mua. Thon, pasuesit e pejgamberit janë ata, do më thonë, që e ndjekin në rrugën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam me plot përkushtim dhe me plot përpikshmëri dhe me plot, do më thonë, për pikshmëri, duke e zbatuar me fjalë dhe vepra. Duke e zbatuar me fjalë dhe vepra dhe duke u shfaqur ajo kapja pas rrugës së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam edhe në rrugëtimin e tyre. Është e dukshme se ky njeri do më thonë është ndjekës i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam me fjalët, me veprat, me qëndrimet, a është në udhtim, a është në vendin e tij vendali, a është duke fluturu, a është duke ecë me kerr me makinë, në të gjitha situatat ai i përmbahet udhëzimit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe thot Shekh Ibn Baz rahimahullah, se njerëzit e dijes e kanë për detyrë, e kanë obligim të ecin, do më thonë, në rrugën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, që kështu do më thonë ato të bëhen prej pasuesve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, pasues do më thonë të vërtet. Pasues do më thonë të vërtet.
Dhe jo vetëm, thot Sheikh Ibn Baz rahimahullah, jo me gënjeshtra dhe me fjalë që nuk kanë realitet. Sikur se donë me na thonë Sheikh Ibn Baz rahimahullah se ka, domethënë, për ata që angazhohen me dije në dukjen e në ajo që duket, domethënë në pamjen e jashtme, por ata domethënë pretendimin e tyrve se demek janë pasues të pejgamberit alayhi salatu wasalam, janë pretendime domethënë të gënjëra, me gënjeshtra dhe pretendime domethënë të kota që nuk kanë të bëjnë me realitetin. Dhe pjesa e këtij realitetit, që me qenë në rrugën e pejgamberit alayhi salatu wasalam, duket qartë në fjalën e Allahut subhanahu wa taala, wa subhanallahi wa ma ana minal mushrikin. Do thonë, larg të metave është Allahu e unë nuk jam nga idhujtarët. Do më thonë, pjesa e kësaj rrugës dhe ndjekjes së rrugës së pejgamberit alayhi salatu wasalam është largimi dhe distancimi prej shirkut dhe mushrikëve, dhe këtu hyn po ashtu edhe distancimi dhe largimi për njerëzve të bidatit dhe bidatit dhe njerëzve të bidatit. Do thonë, nuk është vetëm çështja me pretendime, nuk qëndron domethënë çështja vetëm domethënë te pretendimi, por me qenë, thot Sheikh Ibn Baz rahimullah, muttabi'un la mubtadi'un, me qenë ndjekës i argumenteve e jo me qenë shpikës. Do thonë, ose jo me qenë bidatçi, por me ecë domethënë në rrugën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pastaj pika e 4, thot Sheikh Ibn Bazi rahimahullah, prej përgjithësisë që e ka talebja, nxënës i dijes, është mos fshehja e dijes, mos me fsheh dijen që e ka, por me shfaq, me ua tregu njerëzve, me ua përcjell njerëzve. Dhe pjesa e kësaj përcjelljes së dijes tek njerëzit, thot Sheikh Ibn Baz rahimullah, pjesa e kësaj është që ai të jetë domethënë i përkujdesshëm që t'ua transmetojnë njerëzve të vërtetën. Dhe pjesa e kësaj transmetimit të vërtetës është edhe kundërshtimi dhe refuzimi të kundërshtarëve të fesë islame. Dhe mos e merr këtë gjë domethënë me lehtësim dhe duke u fshehur. Do thonë, pjesa e përcjelljes së të vërtetës është edhe qëndrimi ose kundërshtimi dhe refuzimi të kundërshtarëve të islamit. Edhe një gjë e tillë, thotë Sheikh Ibn Baz rahimahullah, mos me marr ai domethënë me lehtësim dhe duke e fsheh veten. Por me qenë dallues, thotë Sheikh Ibn Baz, me qenë dallues në mejdan. Gjithmonë sipas mundësive dhe kompetencave që i ka. Me u dallu, jo me u fsheh, po me u dallu. Me u dallu në bazë, domethënë, mundësive dhe kompetencave, që kur dalin ato armiqt dhe kundërshtarët e islamit dhe sulmojnë islamin, atëherë del dhe i refuzon ata, me shkrim ose me incizim. Dhe nuk thot në këtë rast, për këtë çështje ka dikush tjetër, ka të tjerit e bëjnë këtë punë. Jo, thot Sheikh Ibn Baz rahimahullah, në raste të tilla thot ana laha, unë jam për këtë, dhe u del përballë atyre kundërshtarëve të islamit dhe sulmuesve të islamit. Nuk e fsheh veten. Kjo la yenzawi, kuptimi është domethënë nuk futet kështu në çosh kështu, nuk mshefet aty mas. Po del domethënë në mejdan. Del në mejdan domethënë dhe i kundërshton me argumente. Me argumente prej librit Allahut subhanahu wa taala dhe sunetit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Këtë e bën në një periudhë e duhur për me ndihmu të vërtetën. Do thonë, qëllimi i tij është ngritja e të vërtetës dhe ndihmës së të vërtetës. Jo ngritja e nefsit
dhe mbrojtja e nefsit. Se ka prej atyre që kur sulmohet menhexhi selefi, kur sulmohen dietarët e këtij menhexhit selefi, që ne kur flasim për menhexhin selefi, flasim domethënë për rrugën e pejgamberit alayhi salatu wassalam. Kur themi sulmohet menhexhi selefi, themi domethënë sulmohet feja që ka sjell Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Kur sulmohet menhexhi selefi, kur sulmohen dietarët mbarësit e këtij menhexhi selefi, ka njerëz që nuk lëviz damarit e ata. Janë të qetë, janë të rehatshëm, su lëviz damari. Po u godit personazhi i tij, personaliteti i tij, e çon dunjan kamb. Tash do ta pyesim veten tonë në këta raste të tilla, a është synimi me të vërtetë kjo fjala e Sheikh Ibn Baz li nusratil haq, me ndihmu të vërtetën, ose është qëllimi domethënë me ndihmu vetveten, e jo të vërtetën. Duhet domethënë me bë muhasabetun nafs, me bë vetllogari, dhe me bë vetllogari si ka thënë Ibn Qayyim rahimullah, me ashpërsi, me rigorozitet ndaj vetes tande. Jo vetllogari domethënë me syrin e mëshirës, si ka thënë Ibn Qayyim. Nëse bën vetllogarinë me syrin e mëshirës, krejt ato mangësitë që i kam unë më dalin më si të mira. Ama nëse bën me syrin qortues, atëherë me lenë Allahu subhanahu wa taala dalin domethënë në pah, në dukje ato mangësitë që i kemi. Prandaj domethënë duhet me pa njeriu kur goditet e vërteta dhe dietarët e menhexhit selefi a del dhe i mbron dhe i refuzon kundërshtarët dhe sulmuesit, ose është në heshtje dhe rehati, ama kur sulmohet personazhi i tij, atëherë çon dunjan në kamp. Pse? Se është personi i tij në pyetje. Dhe çështja e fshehjes së dijes është çështje e madhe. Edhe ka domethënë argumente kërcënuese për ata që e fshehin dijen. Se Allahu subhanahu wa taala thot: innal ladhina yaktumuna ma anzalna min al-bayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitab ulaika yal'anuhumullah wa yal'anuhumul la'inun illa alladhina tabu wa aslahu wa bayyanu fa ulaika yatubu alayhim wa ana tawwabur rahim. Ata të cilët fshehin argumentet dhe faktet që ne ja shpallëm njerëzve, e pasi që ata u sprovuan, e pasi ata u asqaruan njerëzve në librin, u janë të sqaruan në librin Allahu subhanahu wa taala, të tillët, do të thonë ata që e fshehin dijen, të tillët i mallkon Allahu, i mallkojnë edhe ata që mallkojnë, përveç atyre që pendohen, që përmisohen dhe u shpjegojnë njerëzve të vërtetën. Të tillëve u apranoj pendimin. Do thonë mundet me ndodhë që një nxënës dije me gabu dhe diçka që ka dash me u tregu njerëzve dhe xhamatit u ka fsheh. Atëherë duhet me u pendu për kësaj gjëje. Jo prap me mbulu domethënë atë gjë, edhe me bë si të haruma, edhe prap me vazhdu. Jo. Në bazë të këtij ajeti thot Sheikh Ibn Baz rahimullah, ai i cili e ka fsheh dijen kur ka dash me fol dhe kur është kërkuar që ai me fol dhe me sqaru, nuk e ka bën një gjë e tillë, këta njerëz duhet domethënë të pendohen. Dhe pjesa e pendimit është që me përmisu atë që e kanë prishur. Edhe në mënyrë domethënë me u shpjegu se si është e vërteta tash, si ka qenë e saktë. Për ndryshe thotë Sheikh Ibn Baz rahimullah, nëse nuk e bëm një gjë e tillë, atëherë hyjmë domethënë te këto argumente ose te këto ajete kërcënuese. Se këto ajete përmbajnë domethënë kërcënim. Përmbajnë domethënë kërcënim se Allahu subhanahu wa taala i mallkon ato njerëz që u afshehin njerëzve dijen që Allahu taala ka shpallur në librin e tij. Pastaj Sheikh Ibn Baz rahimahullah fol për çështjen e, domethënë prej përgjithësive të nxënësit të dijes është që ai domethënë bën shkrime, ligjërata, mban hutbe, refuzon
i refuzon njerëzit e bidatit, kundërshtarët e islamit, me atë që ja ka dhënë Allahu subhanahu wa taala, do të thonë me atë dije që Allahu taala ja ka dhënë atit. Mbas të dijes, do më thonë, ai i refuzon do më thonë në kundërshtarët e islamit, qoftë ata, do të thonë, qafira, ose prej bidatçive. Këtu me këtë pjesë, është pjesë shumë e rëndësishme dhe është një farë lloj perl të Sheikh bin Bazit rahimahullah. Bas të kësaj fjalës të Sheikh ibn Bazit rahimahullah, wa yatakallem wa yarud ala ahli al-bid'a. Flet kundër bidatçive dhe i refuzon bidatçit. Thotë Sheikh ibn Baz, do thonë, këtu flet Sheikh ibn Bazi për përgjithësinë që ka talebja, nxënësi i dijes, që ai fol kundër bidatçive dhe i refuzon bidatçit. Thotë Sheikh Ahmed Badkhin hafidhahullah, që kjo na jep me kuptu fjala e Sheikh ibn Bazit rahimahullah se pjesa e asaj përgjithësisë që ka talebja është edhe refuzimi kundër bidatçive. Se disa, thot Sheikh Ahmed Badkhin hafidhahullah, disa prej ata që kanë smundje në zemrat e tyre, dhe realiteti është që ata duan ta parandalojnë përhapjen e të vërtetës, thojnë me refuzime merren vetëm dietarët, jo nxënësit e dijes. Sheikh bin Bazi fol këtu për përgjithësinë, për detyrën e talebës, dhe thot ai yatakallem wa yarud ala ahli al-bid'a. Flet, paralajmëron kundër bidatçive. Do thonë, pjesa e përgjithësisë dhe detyrës së talebës, në bazë të fjalëve të Sheikh bin Bazit, është edhe refuzimi i kundërshtarëve të islamit, qofshin ato bidatçi, qofshin ato qafira. Se disa, do të thonë, prej hizbive dhe njerëzve të tjerë vinë me këto dyshime. Jo, thot, për këto çështje vetëm dietarët me fol. Kush janë këta? A janë këta dietar? Ai realiteti është nuk sinon, do me thonë, edhe nëse vjen nesër dietari flet për atë personin X, Y, ai nuk e ka me pranuar fjalën e dietarit. Por tash ka gjetë një farë lloj rrugdalje aty nga asaj ngushticë, edhe thonë jo, në të flasin dietarët për këtë. Ku të flasin dietarët për Elvisin, për Ahmet Kalajan, për Shefqetin, për Sadullajin, për Jusuf Barqiqin, për Safet Kuduzovicin, për Pierre Fogelin, për këta, ku t'i gjenë, do më thonë. Atëherë ata tulabul ilm që janë ato vendet që kanë njohuri rreth devimet që i kanë këto njerëz, i studiojnë devimet e tyre, i studiojnë, i vlerësojnë edhe në bazë të dijes që e kanë, se këtu edhe Sheikh Ahmed el-Nejmi rahimahullah ka fol. A bën me refuzu talebja? Ka thënë bën me refuzu. Po nuk është kjo angazhimi i talebës nga dita e parë. Do thonë sa ka nisaj me kërku dije, merret me refuzime. Jo, ama një talebe do thonë që ka mësuar te dietarët, edhe ka, do të thonë, ka studiu, atëherë bën me refuzu dhe me u marrë me këto çështje. Prandaj edhe kjo është mendimi i Sheikhul Islamit të kohës sonë. Si thoshe Sheikh Ubejdi rahimahullah në Medine, se Sheikh ibn Bazi është Sheikhul Islami i kohës sonë. Edhe është mendimi i Sheikh ibn Bazit që talebja, pjesa e detyrës që e ka, me i refuzu bidatçit dhe me paralajmëru kundër ata, në bazë të dijes dhe mundësive që i ka. Bazë të dijes dhe mundësive që i posedon. Dhe po ashtu prej përgjithësisë që e përmend këtu, po para se të futemi tash te pika e 5, ku mundet, do më thonë, ku qëndron, ku mundet me qëndru fshehja e dijes, shkaku që një talebe me shku në atë deregje që ta fsheh dijen që e ka. Ku qëndron shkaku? Pse, do më thonë, cilat janë shkaqet që një talebe që ka shku në Medine, për shembull, ta shazem vetë Medine konkretisht, ka shku fillimisht në Medine, i sinqert, duke lënë pas vete familjen, do shta edhe punën, e ka sakrifikuar shumë të dunjas, masanej vjen puna që deri te fshehja e dijes. Thot Sheikh Ahmed Badkhin hafidhahullah, qëndron te dy pika, te dy shkaqe. Shkaku i parë, do më thonë,
është për do një dobi e shpejt. Për një dobi e shpejt, do më thonë dobi të dunjas. Për shkak do një dobi të dunjas e shpejt që i vin atit, ai si pasoj të kësaj e fsheh të vërtetën. Do thonë ai e din se ç'ish është e vërteta. Ama pse ata ja kanë mbush tjerit në barkun atit, ja kanë mbush konton atit, ai e fsheh të vërtetën. Edhe pse e din se ç'ish është e vërteta. Edhe këtu më kujtoj fjalën e Sheh Rabis për Sheh Taqiyuddin el-Hilali rahimahullah. Kur Sheh Rabia na thoshte në Mekë në mësimet e tij se kur ka shku Sheh Taqiyuddin rahimahullah në Maroko kur është kthi, ato sufit, ato djetarat e sufive që ata i quajnë dietar të tyre, i kanë pyet, kanë thonë ka ardhur një njeri tash, çfarë mendim keni ju për të? Ai njëri prej më të rëndësishmeve në mesin e sufive ka thonë, wallahi ai është në rrugën e drejtë. Ai është i saktë, në rrugën e saktë, ai është tamam. Atëra ai tjetri pyet si ka thonë, po pse nuk kemi me të? Ti bashkangjitemi. Po ka thonë, kush ti merr këta prej njerëzve? Do më thonë, li hadhin ajil. Hadhin ajil do më thonë, do një dobi e shpejt. Dobi do më thonë, hadhin ajil, diçka do më thonë prej çështjeve të dunjas. E nëse si e me një grup, me se shka buka i muhabeti. Vlajon, që na ka tregu para 4-5 vite. Kur ka dash informacione me marr për disa hoxhallara me i marr këtu as mos me i marr, ai në mënyrë domethënë të sinqertë e ka pyet me kënij e ti. Don me di domethënë me cila dietar, me cila talebeje. Ai tjetër ka thonë, këtu nëse si e me asnjë grup, me si shpabuk. Domethënë shkaku i hadhin ajil. Kjo është domethënë të shumë domethënë prej talebëve që shkatrohet talebja për do një dobi e shpejt. Dobi e shpejt do më thonë, dobi të dunjas diçka. E nësi shkaku të kësaj, ai pastaj e fsheh dijen. Nuk e tregon, do më thonë, ai e din se ç'ish është sunneti, e din se si është akidatu selef me qenë, edhe në lidhje me emra dhe cilësitë të Allahut subhanahu wa taala. Por, shkaku i kësaj dobie të shpejt, të dunjas, ai do më thonë e fsheh. Dhe shkaku i dytë, thotë që Ahmed Badkhin hafidhahullah, do më thonë kjo është shkaku i parë, ai këtu i jep përparësi dunjas para ahiretit. E le hakun që e ka për detyr për do një dobi dunjallok të dunjas. Thonë i jep përparësi dunjas para ahiretit. E len të vërtetën hakun që e ka për detyr ta pasojnë për dobin, do më thonë, të dunjas. Dhe shkaku i dytë është interpretimi i gabuar i çështjeve. Interpretimi, do më thonë, i gabuar i çështjeve, që ai, do më thonë, në bazë të interpretimeve të gabuara që i ka, me kalimin e kohës, do më thonë, ndalet, edhe nuk flet. Se krijohet të ai, do më thonë, një farë lloj konfuzion me vetën e tij. Se nuk do thonë edhe kjo vjen si pasojë, do më thonë, edhe moskthimit të dietarët. Se të kishte kthyet ke dietar nuk do kisha interpretimi i gabuar. Edhe kështu do më thonë, ai si shkaku i kësaj do më thonë, e fsheh dijen. E fsheh dijen do më thonë, dhe nuk flet. Pastaj thot Shekh Ibn Baz rahimahullah, dhe po ashtu talebja ka përgjithësi nga një aspekt tjetër, dhe ajo është aspekti do më thonë në lidhje me shoqërinë, vëllezërit e tij, shokët e tij, vendi ku jeton, që ai do më thonë me i friksu Allahun subhanahu wa taala dhe të jetë shembull për të tjerit, për shokët e vet, për kolegët e vet, për vëllezërit e vet, për kojshit e vet, të jetë shembull, do më thonë, në zbatimin e fesë. Duke e mësu njëherë, pastaj duke e zbatu. Me qenë shembull, se njerëzit, sidomos el-awam, ata do më thonë shohin veprat e nxënësit të dijes. Kur e shohin ai, do më thonë, vjen te safi pare fal namazin, ditë për ditë, është i rregullt. Atër kjo ndikon të ata. Ata e shohin ai vjen për ditë të recati 2, të recati 3, ose të i fundit. Ose vjen edhe kur ata dalin prej xhamisë, ai vjen atëherë futet në xhami. Atëherë do të thonë kjo
lënë përshtypje negative dhe pasoja negative, që pastaj ata si pasojë të kësaj të veprimtarisë së tij nuk i pranojnë dijen që ai u thot dhe u tregon, sepse ata shohin një kundërshtim mes fjalëve të tij dhe veprave që i ka. Prandaj ka domethënë thotë që Ibn Bazi këtë përgjithësi që njerë me mësu, pastaj edhe me zbatu. Edhe me zbatu. Edhe me qenë zbatues të kësaj dijes në të gjitha aspektet e jetës. Në të gjitha aspektet e jetës. Qoftë ai duke qenë udhëtar, ose duke qenë në vendin e tij, duke qenë domethënë në punën e tij, duke qenë domethënë në anije, ose në aeroplan, ose në udhëtim të makinës, në çdo lloj situate domethënë ai është duke zbatuar fenë Allahut subhanahu wa taala. Edhe këtë çështje domethënë nuk duhet me nënglizhu. Nuk duhet domethënë një gjë me nënglizhu, dhe kështu ka qenë thirrja e pejgamberit alayhi salatu wasalam, thirrje me dije dhe vepër. Sepse kur e kanë pyetur Aishën radhiyallahu anha si ka qenë morali i pejgamberit alayhi salatu wasalam, ajo ka thënë ishte morali i tij Kur'ani. Do thonë Kur'ani ishte morali i pejgamberit alayhi salatu wasalam. Thotë Sheikh Ibn Bazi, kjo do thotë, çfarë do thotë kjo ishte morali i tij Kur'ani? Do të thotë se ai i zbatonte urdhrat e Kur'anit dhe qëndronte larg të ndalesave së tij dhe e stoliste veten me moralet të Kur'anit. Kjo është thonë ishte morali i tij Kur'ani, që i zbatonte urdhrat e Allahut dhe qëndronte larg prej ndalesave të Allahut Taala dhe stoliseshte domethënë me moralet që janë të përmendura në librin e Allahut subhanahu wa taala. Kjo ishte kana khuluquhu al-Quran. Dhe prandaj Allahu Taala ka thënë wa innaka la'ala khuluqin azim. Me të vërtetë domethënë ti je në një ti ke domethënë një moral madhështor ose të lartë. Pse? Pse khuluqin azim, moral të lartë dhe madhështor? Sepse ka qenë zbatues të Kur'anit, duke i zbatuar urdhrat dhe duke qëndruar larg dhe duke i braktisur ndalesat dhe duke stolisur veten domethënë me moralet e Kur'anit. Prandaj ne kur ta lexojmë Kur'anin duhet ta lexojmë domethënë me këto synime. Se ka domethënë lexim të Kur'anit me lexu për shpërblim, që me lexu ti sa më shumë ajete. Po ajo që edhe më e rëndësishme është, dhe disa prej dietarëve kanë thënë ky lloj të leximit bëhet gjatë Ramazanit. Që me lexon sa më shumë faqe. Edhe nëse ti dosha nuk i kupton tamam ose nuk reflekton. Në anën tjetër, që kërkohet më shumë prej neve me lexu Kur'anin duke meditu, duke reflektu. Duke lënë Kur'anit gjurmë në zemrat tona. Duke i shëruar Kur'anit zemrat tona prej smundjeve që na kanë kapluar. Sheikh Rabia hafidhahullah thot, kur fillova me kërku dije në fillim, më ra në dorë libri Riyadus Salihin të Hafidh an-Nawawi rahimahullah. Ene e fillova ta lexoj me zell të madh. Lexojsha dhe isha tu qajsha, lexojsha dhe qajsha. Pse? Fillova ta njoh personalitetin e Muhammedit alayhi salatu wassalam. Aty e njeh, do të ti si don thot Sheikh Fauzani në Usulu Thalatha me ndjek një person, do të thon pejgamberi alayhi salatu wasallam, pa me njeh atë. Ti nuk e njehish atë. Si pretendon unë pasoj pejgamberin alayhi salatu wasallam, pa me e ditë se kush është ai dhe biografinë e tij dhe qëndrimet e tij dhe jetën e tij. Thot Sheikh Rabia do të thon, ama kjo kur ndodh një gjë e tillë që njeriu do të thon të preket dhe me lën ato hadithe, ato fjalë, ato ndodhi, kur lën ato gjurmë zemrat tona, kur i lexojmë domethënë me një zemër të gatshme dhe përgatitur për një gjë e tillë, që është e pastër. Sheikh Mukbili rahimullah nisoi thot, nëse je mërzitur prej dunjas edhe prej telasheve, hape Buhariun
edhe jeton 1 orë me pejgamberin alayhi salatu wasalam, do I harrosh krejt ato mërzitë e dunjas, ato problemet. Ama kur nëse hapim Buhariun, pra mendjen ke konton, ke punën, ke izolimin, ke qetra, ke pesta, ke tapetet, ta njerëzit e gjuhës. A është ashtu? Do thonë, kur lën gjuhën, do thonë ti kur plotësisht je do thonë I fokusuar me përkushtim dhe Allahu subhanahu wa taala, ti kërkon veten tënde ta pastrojsh. Atëherë ti do e stolisish veten tënde dhe unë do e stolis veten time me këtë moral të lartë. Dhe thotë Shekh Ibn Baz rahimahullah, njerëzit e dijes e kanë për detyrë të jenë do thonë të sinqert ndaj Allahut subhanahu wa taala në fjalët e tyre dhe në veprat e tyre. Në fjalët dhe në veprat e tyre. Dhe nuk mjafton domethënë vetëm me pretendime. Nuk mjafton domethënë vetëm me pretendu. Edhe thotë Shekh Ibn Baz rahimahullah, prej përgjithësive që I kanë nxënës I dijes, këshilla, këshillimi I njerëzve. Dhe pjesa e këtij këshillimi thotë Imam Ibn Baz rahimahullah, këshilla e pushtetarëve. Po. Ama kjo këshill domethënë është e sistemuar. Është domethënë me rregulla. Si na I ka mësuar neve pejgamberi alayhi salatu wasalam, këshill domethënë në vetmi. Vetmohesh e këshillon, mbaron puna. Thot Ibn Bazi rahimahullah, po nëse nuk të mundsohet të arish në ato pallatet e mbretrave, dhe që ata thënë ju jeni me mbretit, jo se ne kena pa mbretin live në jetë, domethënë. Edhe Shekh Rabia larg është prej pallateve të mbretrave, larg, edhe Shekh Ubejdi rahimahullah. Shekh Ubejdi rahimahullah kur e kanë ftuar me qenë pjesë e komitesë së fetvas në Riyadh, Lejnatu Daima, Komiteja e Fetvas, Lejnatu Daima, keni pa edhe të përkthimet. E kanë ftuar Shekh Ubejdin me qenë pjesë e kësaj, domethënë antar me qenë. Shekh Ubejdi rahimahullah ka thonë, të ishte koha e Imam Ibn Bazit, kisha ardhur me gjithë qef. Tash nuk është Ibn Bazi aty. Edhe ka qëndruar në Medinë. Ka qëndruar në Medinë. Do thonë, dietarët selefi, sidomos do thonë këta më të dalluarit, më të specializuarit, njerë Shekh Rabia hafidhahullah, pastaj Shekh Ubejdi rahimahullah, kanë qenë do thonë për njerëzve më të largët prej pallateve mbretërore dhe çështjeve të tilla. Shekh Ibn Bazi thotë, do thonë, pjesa e përgjithësisë të talebës është me këshillu. Pjesa e këshillës edhe pushtetarët me I këshillu. Me dije, me urtësi, me maturi, me drejtësi. Si bëhet këshillat e pushtetarëve në mënyrë të fshehet, sekrete, duke u vetmuar. Po thotë Shekh Ibn Bazi, nëse nuk të mundsohet ta takojsh atë, ç'është do bësh? Fa yad'u lahum, yad'u. Bas bon lutet për ta. Lutet vetëm, bën dua. Ti nëse je muwahhid, nëse ke kuptuar mirë tauhidin, duaja, çka është duaja? Thelbi I ibadetit. Dhe pejgamberi alayhi salatu wasallam ka thënë, duaja është ibadeti, ajo është ibadeti. Yad'u. Kush mundet atë pushtetarin ta përmisojnë, edhe nëse ti jep këshill atit. Kur flasim edhe hidayatut tawfiq dhe hidayatul irshad. Çka kanë në dorë pejgambert, pastaj pasuesit e pejgamberëve kanë ata domethënë pjesën e udhëzimit, të sharrimit dhe orientimit. Kurse me ja hap zemrën edhe me I fut mrena në zemër iman dhe sinqeritet dhe besnikëri, kush mundet ma bo një gjë të tillë? Vetëm krijuesi I asaj zemrës, Allahu subhanahu wa taala. Atëherë ti lutu Allahu subhanahu wa taala. Se ti nëse edhe shkon te ata, pra po çështja në dorën e Allahu subhanahu wa taala, jo në dorën tënde. Prandaj ti, nëse të mundsohet, thotë Shekh Ibn Bazi, me I taku ata dhe m'ia dhën këshillën në mënyrë sekrete, duke qenë I vetmuar me to, mirë. Nëse s'muesh, atëherë
lutu për to. Edhe si ka thënë Imam al-Barbahari rahimahullah, 72 grupacione bëjnë dua kundër pushtetarit, vetëm një grup bën dua për pushtetarin. Ato janë Ahlu Sunna wal Jamaa. Dhe kjo çështja domethënë tash se ne po i shohim Ikhwanul Muslimin, Sururit, Kutbit, e kanë te pushtetari, pika e dobët të pushtetari. Kjo është smundje e vjetër, që nga koha e selefit. E kanë këtë smundje. Por ne e kemi shumë të qartë se si jepet këshilla ndaj pushtetarëve dhe ata që kanë pushtet. Na ka mësuar neve, kush na ka mësuar? Na ka mësuar pejgamberi alayhi salatu wassalam. Kush na ka transmetuar me besnikëri të plot? Sahabat e pejgamberit ridwanullahi alehim. Prandaj Usama ibn Zeidi radiallahu anhu çka tha, nuk du ta hap një derë që nuk e ka hap askush para meje. Do thonë me këshillu pushtetarin publikisht. Ka qenë një derë që nuk e ka hap askush para Usamës radiallahu anhuma. Do thonë çfarë do thotë kjo? Ka qenë bidat te sahabët e pejgamberit alayhi salatu wasallam, është konsideru bidat që ta këshillosh ti pushtetarin në mënyrë publike. Bidat sahabët ridwanullahi alejhim. Edhe daveti, thot Sheikh Ibn Baz rahimahullah, daveti në rrugën e Allahut subhanahu wa taala bëhet si ka thënë Allahu taala, ud'u ila sabili rabbik bil hikmati wal maw'izati al hasana wajadilhum billati hiya ahsan. Domethënë ti thirr për në rrugën e Zotit tënd me urtësi e këshill të mirë dhe polemizo me ata me atë mënyrë ose në atë mënyrë që është më e mirë. Thot Sheikh Ahmed Badakhin hafidhahullah këtu, se ai njeri që ka gatshmëri me pranu, që don me pranu, ose një njeri do më thonë që e kanë kaplu epshet, ama e kërkon të vërtetën, ose një tjetër që e kanë kaplu dyshimet, ama e kërkon të vërtetën, me atë njeri diskuton ti në mënyrë më të mirë dhe me urtësi. Do thonë, kur vjen kjo urtësia, që ti ta thrasisht të në rrugën e Zotin tënd me këshill dhe me polemizun me to në mënyrë më të mirë, kur njerëzit do më thonë, kanë gatshmëri për me pranu të vërtetën, kur njerëzit po kanë epshe ose dyshime, ama shihet qartë prej to se kanë gatshmëri dhe kërkojnë të vërtetën. Atëherë me këta njerëz në mënyrë më të mirë debaton, sepse debati ka thënë Allahu billeti hiya ahsan, do më thonë në mënyrë më të mirë, në formën më të mirë. Kjo, thot Sheikh Ahmed Badakhin hafidhahullah, do të thot polemizimi nuk duhet me qenë sinimi i polemizimit në poshtja e tjetrit, ta mposhtish, por me qenë do më thonë që të shfaqet e vërteta dhe të zhduket e kota. Do thonë, sinimi i polemizimit, i debatit, nuk duhet me qenë që ti tregojsh tjetrit sa i dobët është ai tjetri, që ti ta mposhtish, ta ulish. Jo, sinimi i duhet me qenë këtu billeti i ahsan, që do të thotë që të duket e vërteta me dal në pah, edhe e pa vërteta të zhduket. Kjo duhet me qenë sinimi. Barakallahu fikum. Edhe pika e 6, dhe me këtë e përfundojmë bi'idhnillahi ta'ala mësimin, thot Sheikh Ibn Baz rahimahullah, do më thënë, po ashtu prej pjesës së përgjithësisë që e ka talebja, do më thënë, është që ai në çdo do më thënë mundësi kur i jepet atit, i këshillon muslimanët, i drejton dhe i udhëzon kah e mira dhe i largon prej të keqes, i parandalon, i paralajmëron. Sepse pejgamberi alayhi salatu wasallam ka thënë ed-dinun nasiha, feja është këshill, feja është këshill. Dhe thot në Bukhari dhe Muslim prej Gjerir ibn Abdillah al-Bajali radiyallahu anhu, thot
se ja kam dhënë domethënë ja dhash besën të dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam, ja dhash besën për faljen e namazit, dhënien e zakatit dhe të qenë i qiltër ose këshillues ndaj çdo muslimanit. Shkoj domethënë ja ka dhënë besën pejgamberit alayhi salatu wasallam për këto tre çështje: faljen e namazit, dhënien e zakatit dhe me qenë i qiltër ose këshillues ndaj çdo muslimanit. Ndaj çdo musliman, që kjo tregon domethënë vlerën e këshillës. Vlerën e këshillës dhe me qenë domethënë në këshillimin e njerëzve i sinqert që me ndihmu njërin tjetrin në hajër dhe në takfallok. Dhe gjitha kjo, fillimisht thotë Sheikh Ibn Baz rahimahullah, bëhet me butësi, duke qenë domethënë i butë. Sidomos të ata njerëz domethënë që kanë gatshmëri me ta pranuar të vërtetën, që nuk kanë inate. Atëherë bën një gjë e tillë domethënë, me butësi. Edhe kështu ka qenë pejgamberi alayhi salatu wassalam. Thot Allahu Ta'ala: "Fa bima rahmatin min Allahi linta lahum, walau kunta faddan ghalidha al-qalbi lanfaddu min hawlik." Ti ishte i butë ndaj tyre, nga sa Allahu të dhuroi mëshirë. E sikur të ishte i vrasht dhe zemërfort, ata do të shkapërderdheshin prej teje. Ka thënë dietarët, nëse është kështu me pejgamberin alayhi salatu wasallam, atëherë si është domethënë me ne. Edhe thot po ashtu Allahu Ta'ala në lidhje me Musan alayhi salatu wasallam dhe Harunin alayhi salatu wasallam, në lidhje me Firaunin, që ka qenë njëri prej qafirave më të këqij: "Faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha." Ati i thuani fjalë të buta, ndoshta ai përkujtohet a friksohet. Fjalë të buta. Fjalë domethënë të buta. Dhe kështu në fund të këtij shkrimit ose kësaj letre të Imam Ibn Bazit rahimahullah, dhe secili prej neve ka domethënë ka përgjegjësinë e tij. Edhe këto pika, ato më të rëndësishme që i përmendi Sheikh Ibn Baz rahimahullah, barem ato pika me i shënu secili prej neve dhe me ditë domethënë me i ditë ato dhe me i kujtu her pas her. Se ndoshta donjëherë nga euforinë që e kemi ose rrethanat e kështu me radhë, ndoshta i kundërshtojmë këto pika dhe këto përgjegjësi dhe këto detyra, donjëherë domethënë edhe nga pakujdesi, por kur ja përkujtojmë vetes her pas her, ato inshallah zëjnë vend në zemrën tonë dhe kështu të mundohemi që të jemi zbatues të këtyre këshillave të dietarëve të mëdhej, sidomos domethënë të kalibrit të këtij imamit Sheikh Ibn Bazit rahimahullah. Hadha wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.